Zotëria që është kryeministër na ka larguar me urrëtie dhe jemi mbetur me dashuri nga njëri tjetri. Fuqia jonë më e madhe është dashuria. Dhe ju lutem mos pini prej provokimeve, ta si lloj provokimi, sepse ai tipi, po Rama Hamburg, Berisha Hamburg, për Disney kur flasun, nuk ka asnjë lloj problemi. Po mos pini prej asnjë lloj provokimi, sepse gjithë kjo gjë e madhe është investimi të gjithë jetës tonë. E gjithë jeta jonë është investim këtu, e kemi vendosur jetën kolateral. Dhe dola këtu vetëm për t'i bërë një dhuratë për ditëlindje kryeministrit tonë, sepse di që pesdishet ka gati 150.000. Dhe kërkesa ime më legjitime është, ju lutem largoni çdo lloj provokimi dhe detyrohet çuna. Ata duhet të jenë këtu me neve gjithë. Ja pjesë e familjes tonë, jemi një pjesë e një familje të madhe. Zoti na bekoft gjithëve, jepeni vetëm me dashuri dhe me rezistencë, kjo është luftë psikologjike. I ka të gjitha mjetet në dorë, po nuk ka shpirtin tonë. Zoti e bekoft Shqipërinë. I themi edhe çdo folësi që vjen pas shpendit, ju lutem ta koncentroj fjalën në 1 minutë, sepse ka shumë radhë. Fjalën do ja jap dikuj që vjen nga i vend ku nisi e gjitha, Vangjeli nga Narta. Rama, ikon nga Vlora, që do të kirot! Ju erdhi fundi! 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 Ata këndojmë Ramës këngën e vetë! Burg, burg, shumë, shumë burg! 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 Sa burg! E pra kjo është torta që meriton Edi Rama për ditëlindje! Për çdo ditë vrasin nga pak. Për çdo ditë vdes ka i grim. Po vdekja ime nuk është e vërtet. Është e trishtueshme që në këtë kohë fjalët e poetit të Dervishi rezonojnë kaq shumë. 80 vjet dhunë. Bol mo! Shteti i ka mbyll syt, i ka mbyll vesht, veç gojën e kalon me dal të përdal. Tironi quna! Tironi quna! Tironi quna!
Mendimi mirë, rrimene edhe këtë herë tjetër do jemi ca tjerë. Sot e më natë, farën e hithës do e lidh pas Shkopje do nisemi. Buk mos pas, do e hajmë vetë vetën, po do nisemi. Mërgimi nuk është atë ynë. Përshëndetje, jam Linda Rruga i Andro njeri, sot më shumë se kur, veprojën provat prej. Saj buri vitijes, po studi me shteru, jeta ati jetare, Ngiju me gjanan, qitë më shinë sen pram puno, kap shtire me njës, dhe të poeman e shpirtit tan, kupto vujtje njerëzore. Driqa fiket e rin, dimar pa ujit të ben, pi bukurin e veteve, oqeani, fole deri në skaj, të njëhet stani. Ditë që ka arë nga Durrësi në Tiranë për të protestuar bashkë me djalin e tij të smur, ka qenë Altin Hina, i cili ka qenë një shembull për gjithë ne. E sot, kur ai është në ambientet e paraburgimit, gruaja e vet bashkë me djalin e smur ka ardhur protest. Shumë faleminderit për kontributin që keni dhënë për familjen tonë. Ju falenderoj nga zemra dhe unë jam bashku bashkë me ju protest për bashkëshortin tim, Altin Hinën, që të lirohen sa më shpejt edhe gjitha ato të burgosur që janë atje brenda mirë nënash. Andaj, sot, mbajtjellje publike që Altin Hina të lirohen sa më shpejt me gjitha ato që janë punosur, sepse nuk e meritojnë me ndejt brenda në punë. E meriton dikush tjetër me ndejt punë. Jo, mirë e nënave që kanë probleme dhe dalin protest për të drejtat e tyre. Ju lutem shtetit shqiptar të bëjnë dhime si